muaj prill, filloj nga rendin e ditës. Pika e pare, mbyllini ato telefona, ju lutem. Telefonat mbyllini, mos nxit telefona më kur fillon deri. Pika 1 e rendit ditës. Miratimi i rendit ditës së mbledhjes. Jeni dakord me rendin e ditës? Pro, abstenim, kundra s'ka, mirator. Pika 2 e rendit ditës. Për miratimin e proceduralitarit të mbledhjes kaluar nga shkruajtja e nivelit 2006. Jeni dakord me proceduralitarin e mbledhjes kaluar? Po. Pro, abstenim, kundra s'ka. Pika 3 e rendit ditës. Projekt vendim për miratimin e ndihmës ekonomike me fond 6% të fondit kushtozuar për muajin mars 2026. Atita, kena që kushtuar, ka në njëri... Situata është e njëjtë me muajin shkurt, 10 familje janë përfituese, nuk ka ndryshim. Këto e kartë e këshillit, ka kalojnë të projektendim. Ka në një... Bashkëlidur i në njëri përshtuar në që... Jo, e një rendin votim. Pro, abstenim, kundra s'ka. Kalojnë të pika 4 e rendit ditës. Projekt vendim për dhënien e ndihmës ekonomike për përdorimin e fondit bashkisë për familje do trajtojnë me ndihmë ekonomike për muajin mars 2026. Komisioni i mbledhur ditën e djeshme e ka shqyrtuar këtë projekt vendim dhe janë 93 familje, ka paksime në buxhet për 100 familje që ka kaluar në fondet që kaluar të tashme. Antarët e këshillit të shikojnë familjen ka bashkëlidur listën dhe këto të erit të projekt në miratim. Ka edhe votim. Mirë edhe votim. Pro, abstenim, kundra s'ka. Mirë me ato. Kalojnë të pika 5 të rendit ditës. Për miratimin e nivelit pagave të strukturës organizative të bashkisë të Fener. Po ju vitë. Përshëndetje gjithëve. Ashtu si kundër edhe në relacioni që është paraqitur nga Bashkia të Fener për miratimin e nivelit pagave të administratës së shpërave të tjera në Bashkinë të Fener. Unë shkurtimisht do të saktësoj ose do të përcjell arsye se ne kemi paraqitur këtë nivel të pagave në të strukturës organizative, pra të strukturës organizative Bashkisë së Fener. E para është referenca ligjore. Ndryshimet e reja që kanë mësuar të gjitha vendimet e Këshillit të Ministrave, sa i përket qoftë vendimit për veçërisje vendore, për arsimin parashkollor, apo edhe për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi, apo dhe vendimi 326 është për punojësit që ne e kemi në referencë, është një kusht themelor për saktimin e nivelit të ri të pagave. Kemi punuar së bashku dhe me drejtorinë e financës që kjo rritje e pagave jetë në raport me të ardhurat që gjeneron Ministria e Qeverisjes Vendore me qëllim realizimin e indeksimit dhe rritjes së pagës për gjithë punësit e aparatit. Dhe e rëndësishme është që dhe referencat për cilën ne kemi përcaktuar, pra gjithmonë në referencë të ligjit edhe për punësin civil, dhe kategorizimi në punësave civil është e përcaktuar që kështu edhe përcaktimi nivelit të pagave për ta është bërë në referencë të ligjit. Në qoftë se do t'i shikojmë të gjitha lidhjet ju në qoftë se keni ndonjë pyetje ose besoj se keni parë materialin, po thekja është ky, nuk ndryshon vlera e diplomës, tabela për vlerat e diplomës
është patjetër, siç e ka qenë më përpara, pra kemi master shkencor 14.000 lekë, master profesional 15.000 dhe bachelor 10.000. Në kursat civil kanë, siç e thash në referencë, aparati, po ti shikoni me limarjet janë të veçanta, aparati e kanë vete, në kursat civil, drejtorit për vete, policia bashkiake më vete, në material, në referencë, në material mungon tabela për rrugën nga deri në shpëtimi. Kjo për arsye sepse ne kemi paraqitur këtë dokument pranë sekretarisë përpara se sa vendimi i Këshillit Ministrave për mbrojtjen nga deri në shpëtimi ka dalë te ana drejtore zyrtare dhe që kështu mendoj që ta bëjmë atë pjesë. Ajo rritja e pagave të tyre është 2.5%, do të është vetëm indeksi, që kështu nuk kemi ndonjë, besoj se do kemi ndonjë pengesë. Pyetim në rast se kemi ndonjë që juve u ka bërë përshtypje ose kërkoni keni ndonjë kërkesë shtesë, mund të them vetëm këtë gjë që struktura e Bashkisë së Pelen është miratuar me urdhër të kryetarit të bashkisë, është konfirmuar edhe nga institucioni prefektit të qartë të Gjirokastër. Struktura është e përbërë nga 6 drejtori, 12 përgjegjësa, sekretari i përgjithshëm, specialist 24, këto janë pjesë e nënkursut civil, pra pjesa e nënkursave civil. Sigurisht që kemi edhe përgjegjësat e drejtorit janë Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar, Drejtoria Ligjore dhe Shërbimeve Organizative, Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit Territorit, Drejtoria e Shërbimeve Publike, Drejtoria e Zhvillimit Rural dhe ndryshimi që është bërë, ristrukturimi që është bërë këtë vit, strukturës tonë është shtuar Drejtoria e Turizmit dhe Integrimit Evropian. Kjo është për të përcaktuar qartë detyrat në lidhje me turizmin, në lidhje me integrimin, në lidhje me projekte të cilat ne i kemi aq të domosdoshme për zhvillimin e turizmit të bashkisë sonë. Para kjo shtesë, sepse Alisa po e shikoj, kjo shtesë që është bërë në të gjitha kategoritë, që tek kryetarit të nënkursit dhe tek punës të thjeshtë. Pika 2 është sa është rritur paga bazë e punës të thjeshtë, pa kategori, pa kategorizuar. Kemi paga minimale. Paga bazë është paga minimale. Paga minimale 50.000 lekë. 50.000 lekë. Po. Shtesat apo shtesat, po të shikosh me detajim. Diti që është po ta shikosh. Ja se ta shpjegoj. Sepse ndaj doja ta bënim si formë bashkëbisedimi dhe nuk e kam. Nuk ka nëse kam të lart. Po ta shikosh me vëmendje drejtorinë e shërbimeve publike. Aty janë përcaktuar çfarë janë punëtorë të thjeshtë, çfarë ka profesionist që i kemi ne të mirëmbajtësit, dhe aty është bërë diferenca. Diferenca më e madhe nëse ti mund ta shikosh dhe ne duhet që ta nënvizojmë këtu, është për punojësit e shërbimit të barimit dhe për punojësit e mbledhjes së mbledhjeve. Ata i kemi trajtuar bashkë me drejtorinë e financave ndryshe. Domethënë, përpos shtesës që kanë të përcaktuar një pagë më të lartë se sa të tjerët, punojnë me krah. Ata njerëz punojnë vetëm me krah në kushte të rënda, e vërtet, dhe pikërisht kanë një pagë më lartë se sa 50-vjeçja e ke të cilësuar. Kanë shërbimin për vjetërsinë, kanë shërbimi për vështirësi, kanë edhe një shtesë për natyrën e veçantë të punës, 4.000 lekë. Se dje kur po flisim komision ka volume të vjetra dhe ndryshimi i vetmi ndryshim, ky është ndryshimi i vetëm që është bërë në drejtorinë e shërbimeve publike vetëm për këtë kategori. Domethënë për këtë punës. Sa si ndryshimi i administratës, punësit administratës me punësit e thjeshtë sa pa kategorizuar.
Shiko, punojësit e administratës nga punojësit e thjeshtike shumë të drejtë. Punojësit administrativë, për shembull, 57 e kam. Më e larta, kjo është 57. 57, 56 është trajtoj dhe një punëtor me pak bazë. Ashtu dhe. Por është vetë dhe profili i punës që ata bëjnë. Plus që kategorizimi i të në punësa civil. Specialistët ka 2 kategori, është 4 treshi dhe 4 klatra. 4 treshi është një specialist inspektor, pra që ka mbi 5 vjetë punë dhe detyrimisht nuk do trajtohet më me 4-4. 4-4 janë ata që sa kanë hyrë rishtas në punë. Do ta kemë me atë sa të rritet dhe vjetër koha e domosdoshme për të specializuar dhe për të përshtatur me punën që ato bëjnë. Këto, dhe këto janë të trajtuar, edhe për shkak edhe të përgjegjësisë që kanë në punë, nuk është bërë studimi, vlerësimi, është bërë edhe për shkak të përgjegjësisë që ata kanë. Tani, nuk mundet për shembull që një punonjës që është shumë i thjeshtë që bën vetëm pritjen me kërkesave të qytetarëve të trajtohet. Dhe tjetra kur hyn Që nga 1 janar. Masës të mund të futet këto. Neve para 3 muaj kemi për një vendim si këshillë, për një ndryshim. Për një ndryshim të shpërdimit të kryetarit këshillë. Dhe sikur shkëpyer negative, neve kemi vendim në bazë të ligjit, siç e kemi vazhduar së ti, dhe të prezur për ligje që nuk lejohet. Isha së Masa e shpërblimit, po ta shikojmë tek referenca ligjore, masa e shpërblimit është aq. 10% e pagës kryetarit, këshilltar. Sa i përket vendimit, unë kam dije, unë s'kam qenë pjesë e saj. Diku, neve e kemi bazuar këtë lloj vendimi që morëm, sepse Ne po flasim për një vendim që ka dalë nga këshilli, është bërë iniciative këshilli, si? Ka një klauzulë bazë. Ka ardhur administrata këtë vendimin. Ne kemi bërë vendim si këshilli dhe na shpyet ligja si nuk i takon. Si kush ta ka sjellë përgjigjen? Flas për ta. Kush e ka sjellë përgjigjen? Si është situata me shkrim? është marrë iniciativë, ka propozuar Latifi dhe për shpërbim pjesë pas Mirë, pa e diskutuar, të lutem, kryetar, të lutem. Pa e diskutuar pak gjatë, mund t'i ngelemi vetëm te kjo lloj përgjigje dhe diskutojmë më vonë. Unë kështu e mendoj. Unë po them, preferenca ligjore është 10% e pagës së kryetarit gjithë këshilltarë. 5% e pagës së kryetarit për kryetarët e fshatrave. Rregulloria e këshillit ka dalë Rregulloria është ligji, është mbi rregullore. Rregulloria nuk ka as edhe një fuqi përpara ligjit. Rregulloria ka dalë nga ligji dhe është rregullore që është unike në Shqipëri. Po këtë çata duhet pastajë rregullorit dhe po që se nuk ka fuqi ligjore. Me gjuhën që më ka thonë. Rregulloria, ligji është mbi rregullore. Nuk ka mundësi, ka një piramidë edhe referenca, edhe ligji. Ke ligjin, ke vendimin e këshillit të ministrave, ke udhëzimin. Të lutem tani, jo. Rregullore, pastaj i bie që ne interpretojmë si duam. Ligji është taksativ, i shkruar për 26 mbi të bardhë. Në qoftë se sa i përket rregullores, në qoftë se ne do ta shikojmë dhe do ta lexojmë me vëmendje, mund të kërkojmë edhe ndihmes, edhe për argumentim,
edhe për arsyetim, edhe për interpretim. Ne kemi shumë mundësi për ta bërë këtë. Dhe në interpretimin tim, pjesa e rregullores ka të bëjë me të gjithë veprimtaritë që ka këshilli për të cilat, po ju keni të drejtë të merrni shpërblim që u takon. Veprimtaritë të tjera përpos kësaj. Domethënë, shkuarje në për trajnime që marrim çfarë, nuk e di, urdhëshërbime, gjëra shpërblime të llojit të tillë, por nuk ka të bëjë me shpërblimin e. Shpërblimi i kryetarit është i përcaktuar 10% mbi pagën e tij, e këshilltarëve, më fal. Ne që po diskutojmë, tani rregulloria ka dalë në bazë ligji. Kjo rregullore thotë në bazë ligjit 139, ka dalë kjo rregullore unike në gjithë Shqipërinë që pagu. Dhe këne thotë Këshilli vlerëson mundësinë e shpërblimit shtesë. Do të thonë që në bazë të kësaj edhe anëtarët e Këshillit e kanë në bërë propozime. Unë kryetar dhe të shkojmë brapa. Kalojmë më poshtë. Kam një pyetje për zonjën Lullo. Po. Në mbledhje po kur është parashkruar struktura organike e bashkisë, ju na keni thënë se do kishte punonjës me kontratë, doktor, inxhinier. Po, kemi të parashikuar dhe. Nuk e di se parashikimi. Jo, ju keni miratuar numrin e 240 plus 15. Ne, kur e kemi diskutuar, kemi thënë që në miratimin e strukturës do jetë me kontratë të pjeshme, jashtë, të skundet edhe mjeku të vjetë. Do mundohemi, ta sigurojmë të gjithë se që të mirën tonë për shëndetin e sinjve në mos dhe qerde, jo dhe për shëndetin e gjithë. Nuk është miratuar, nuk e keni... Jemi në tratativa për bërë një kontratë me një person, me një profesionist të fushës për të gjë. Edhe unë një pyetje. Anë politike e pagave të investimet publike lokale? Politike e pagave. Do ndikoj në investimet që kemi publike në nivel lokal? Kjo rritje pagave. Shko, rritja e pagave ka atë faturën e saj, nuk diskutohet. Ne do përpiqemi që kjo rritje e pagave të mos e cënoj as edhe një nga buxheti që ne kemi. Është parashikuar rritja, efekti, edhe 2.5%, sepse ne e kemi, ndoshta kolegu do flisë akoma dhe më qartë, po në vija të trasha unë nuk të spjegoj që ne të gjithë është bërë një analizë plot për të mos cënuar fare pjesën e buxhetit që ne kemi miratuar. Si justifikohet diferencat e pagave mes drejtorive? Lidhet kjo me performancën e punonjësve apo drejtorave? Jo, nuk ka edhe një diferencë. Po shoh që ka. Nuk ka diferencë drejtori. Nuk ka diferencë. Nuk ka diferencë. Përqindja, Nuk ka diferencë. Mos e shiko, fare. Jo, vjetërsia është tjetër, jo. Flasim për pak pozicioni, nuk flasim për pak në pozicion. Ka një tjetër për shkuar? Këtu tek niveli pagave punonjës për drejtorinë e arsimit është 130, këtu tek shërbimet i kemi në një. Është në një, do sa është përpunuar, është ngelur, jo. Dhe një tjetër, drejtoria e zhvillimit rural, diku e pashme ato që i kishte jo, nuk ka diferenca. Të këtë u asiguroj, jo, nuk ka diferenca. Ka jetë në votim? Pro, abstenić, kundra ska. Mirë, një asoj. Kalojmë te pika 6 e rendit ditës. Për miratimin e kërkesës për heqjen dorë nga pasuria falëndshme me status juridik në përdorim të bashkisë TPL në numër pasurie
3 fraksion 1A, zërë 3574 dhe numër e ndorë të pronës në listën e inventar 2328 sipas PKM-s numër 6 6/2011 për miratimin e listës përfundimtare të prona paluçe publike shtetërore që transferojnë në porsi ose në përdorim të Bashkisë Tepelen, fusha e përdorim prona përdoren për ushtrimin e funksione në fushën e bujqësisë dhe të ushqimit, top produktive. Zim. Jeni të kërkesë për kërëtorit të shkëllarit, ose në informatë toke, cila kërkohet ka shqyri bashkëak që të qëtërë të rrlijën së dispozicion për përgore procesurat të transferimet për në vetit të qyri dhe ministrave, kjo toke ishë kërkohet në përdorim të shkëllarit, dhe institucionin ka për kërkesën, e ka parë ardushme në kërën e vetë që se ka të nevojshme, e kënë stacion i qytetit, ka nevojshme një instrufaqe për 925 metër katror, të transportit të refleksioni, që ne kemi përdorim, në funksion të në stacion të qytetit. Kjo procedurë të bërë në esminatimi kërkesës preqetorë, në mënyrë që institucionit të vazhdojnë me procedurën kërkesën që ka përë në Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, në përgatitjen e përgatimit të këtij ministrave për transferimin në administrim të shtetit. Kërkesa që ka ardhur tek drejtuar qendrës bashkiake. Janë dy kërkesa, pas kërkesës parë një ndërgjegjë ligjit e kompakt që kemi thënë bashkia ka në përdorim dhe në shërbësi. Dhe kërkesa e dytë ka qenë bashkë me përgjigjen që bashkia ka marrë nga ASHK-ja, në cilën kërkohet patjetër që bashkia të hequr në mënyrë që do të përgjigjet në shërbësi. Këtë vetëm një hap procedural që në bëjmë që në bëjmë anës transferima të njëtë të të Kërpënda është të pasë të mëndës të shkilur për reglamimit. Në mund të dhëtë në fakturia 3 për kandidatit të tyres në stacioni qytetit, fakturia 3 për këtë 1A është në faqja kërkuar. Kjo të rejnjoja, mos është nda me artikë si të... Jo, është të profesore e rënda, përdejtën e kemi në qëtë pikuar, bashkia ka në identitarë. Duket, mos ka djemë të metës o... Janë të përgjëra, është e këtë dyshi. Po të shështë të vendosë janë konsideruar, atë është fakturia 3 për këtë 2, ku atë është të pitë në përdorim, ato janë të arë në përdorim. Që kemi të gjuar atje për... Ne kemi të certifikuar të pronë. Kjo është dhe siguria që ne kemi në lidhje me pasurinë e pasueshme. Pra, ne të edhe kemi certifikuar dhe detyrimisht jemi shumë qartë se ku është kërkesa që OSHE-ja ka bërë, ku është miratimi që dhe ASHK do të thënë ka dhënë në parim për ta transferuar, që kështu ne kemi shumë qartë. Nuk dënojmë asnjë të drejtë asnjë pasuri të qytetarëve tanë, pavarësisht se edhe ato në përdorim janë, nuk është se... Por që në referencë të ligjit kanë për kërkesën dhe ata për të marrë konsejse. Tek kjo e basele e kësaj të vjosës që kanë bërë të ndërtimit, e kjo refraksion një bëja është? Jo, është nga tre faktorë të bëja kanë ngjerë është. Nuk dikon do të Ska, dhe atje, në atje ku po bëhet ndërtimi, nuk ka lidhje fare, është pasuri e shtetit, pra është pasuria e Bashkisë Tepelen, dhe më lart janë të gjithë vendimet e kthimit të kompensimit fizik të qytetarëve të Bashkisë Tepelen. Nuk ka cënuar asgjë nga ato. Procedura që ka OSHE-ja nuk ka vetëm të dasurim, ka dhe dasurim 3 për këtë dhe një dhe dasurim 3 për këtë 2, por ato nuk janë që përkuar nga bashkia dhe procedurën të gjithë nga ASHK-ja. Kërkesa që të për OSHE janë ka vendosje situatë.
ndryshje këtij qimi këtë? Ta marrin instancë me ndihmë nga SHK dhe vend procedurët pas ligjit për të kërkuar kujt të kërkojnë vendatrimet. Dhe të paketjet në ligjit, plani i parë shtetë dhe nuk e kemi të certifikuar dhe kështu ka dhënë procedura pa kërkesë Këshillit Bashkiak Kryeqendor. Ne përmbledhje si kemi nga ata dhe të certifikuar në vjen vendimi i zyrtarit janë një problem. Procesën jemi sigur se një treke do të jetë. Jo nuk ka problem. Ai votim. Atëherë pro. Abstenim. Kuluska. Pika 7 e renditës. Për miratimin në parim të zhvillim të agroturizmit në sistem bujqësor dhe natyror sipas shprehjes të interesit në tokat e dhëna me qira nga Bashkia e Beleut. Zim. Që kemi përmarrë të deklaracion të shkrimit, i shkartuar nga Edhe me drejtoria, bashkëpunim me drejtorinë e saktimit të tavëzhën drejtorit. Ne kemi bazuar në disa pika, para që kemi pasur shprehje interesi, pikë ndryshme për shkrimin e agroturizmit të toka bujqësore. Apo dhe toka periore të kullota, të cilat kërkohen janë dhënë ose kërkohen të merren në përdorim e qerave të tjetër. Legislacionin fuqi, dy vota e lejon shkrimin e turizmit. Në momentin që të ndërtuar bashkisë, legislacioni që është në fuqi e ka lejuar. Ndërsa legislacioni për tokat bujqësore nuk e ka lejuar për parë, ndërsa me ndryshimet e viteve të fundit, që vitet 2019, vetëm tokat bujqësore lejohet zhvillimi i agroturizmit. Ne gjithashtu kemi miratuar planin plazhimor, plazhimor me vendim të Këshillit Kombëtar Drejtorit por dhe nga Këshilli Bashkiak, në numër 60 datës 1 dhjetor 2024. Ndërkohë që vendimi i Këshillit Kombëtar Drejtorit, numër 12 datës 27 shkurt 2019, është për miratimin e lejeve të ndërtimit dhe të zhvillimit në autoritetet e Këshillit Drejtorit në njësitë që përgatin sisteme urbane, bujqësore dhe natyrore, në bashki të cilat kanë planin të përgjithshëm vendor të miratuar. Dhe ky vendim lejon që sistemin bujqësor dhe natyror, në toka bujqësore në toka bujqësore dhe natyrore që janë dy kullota, dhe toka pradishme. Lejon zhvillimi dhe ndërtimi i strukturave për objekte në prodhim, ruajtje dhe përpunim për rrugë bujqësore kulturale, sipas legislacionit posaçëm sektorial, dhe struktura kushtohet dhe veprimtaria e agroturizmit, sipas përkushtimeve të legislacionit posaçëm sektorial. Ne kërkojmë që në fazën e parë të zhvillimit të qenë sistemet bujqësore natyrore nga legislacioni praktikim territorit të lejohet për zhvillim. Kërkojmë nga Këshilli Bashkiak që në bazë të shprehjes interesit aty ku ka shprehje interesi nga subjektet të cilat marrin me qira tokat që ka bashkia në administrim, qytetar, lejohet që të zhvillohet ky aktivitet. Ka në mas oficina për të marrë Plani përgjithshëm vendor plani përgjithshëm vendor është oficina. Në çfarë lejon plani përgjithshëm vendor është miratuar, që lejon. Këshilli Bashkiak, për miratimin e planit vendor dhe vendimi i Këshillit Kombëtar Territorit. Në këto zhvillime të jenë në përputhje me planin përgjithshëm vendor. Plani përgjithshëm vendor ka përcaktuar sistem bujqësor dhe natyror, edhe vendimi i Këshillit Kombëtar Territorit, ajo ku ka planin miratuar. Vetëm të shpizim ka dhe ligji sektorial. Përputhje me ligjin për ruajtjen e prodhimeve bujqësore, përputhje me ligjin dhe statutin për byrët e kullotat. Legislacioni të gjithë planifikimin e territorit. Instalatat do të ketë aplikim në sistemin e lejeve për lejimin e planifikimit dhe
gjitha vitive që ka ligji. Po të Helena është gati? Si në rreth? Bashki, ose. Bashki. Ka një shëndoj migrator. Ku është? Ka një Hipotekë së shtelu. Ka shumë të një vit gjithë bashkë. Së shtelu, po. Unë hajtë. Ma e sot të dua ta marrë se ma do. Janë 2-3 kërkesa, se thorë një shtelu dhe hipotekë për nuk shtelu. Po Aty kërkesa i kërkoj ne, ose kuptoj dhe bashkërimit të shkuar. Sot të doli dhe dhe nuk ishte. I do ka një vit. Po, të ka ku shketa në Po, bashkë, ka ku një në kafetër, në vjerin time ka Jo, në djenit të se ke punur bashkë, janë 2-3 kërkesa, më ka nëjë dhe bashkë e pozitiv, më këtë ka bajtur aty dhe i ke dëmë skarë, se në ka hekur x e shikës në kërëso, po në ashtë s'ka që, dhe më nuk ka që. Nuk e di në shketa se ka shketa ka shkuar nga Jo, gjëzirë. në kështë ka të në bërë rast në alati se ka kërkesa në qytetarë, Problemi është Po janë të mirator, të kanë një shërëndor dhe të është për atë që tim të e kërkon qytetarë i mirator. shkullëzim. Në restatë të tonë, Flasim në përgjithësi. Nuk është regjistruar akoma kështu. Nuk bëjnë asnjë lloj veprimi. Më të thjeshtë që mund marrin. Jo për këto, për këto ka histori. kemi kërkuar Po këtë për një gjë më të thjeshtë nuk e kanë. kemi kërkuar me Çfarë kanë ne keni këto? Këto Këto skalojnë. Nuk kemi marrë përgjigje akoma. Se nuk ka harë ajo, s'është bërë ajo atje. Dhe ajo, nuk di çka kemi. Dhe tani nuk di çka kemi. Këtë drejtë. Ju kam drejt, duhet të ishte bërë, ju kam drejt. Po është bërë dhe nuk është përshëndetur shkollën e bashkia. Pse do ta kaloj pastaj? Unë se kemi atje zdim si çash. Është një proces që bashkia ka në lëvizje. Tu duhet penguar te parimi. Jo, nuk Ka një vit ajo, vi ajo këtu, pastaj ta Gati, Po e kaluam kështu në sjellje sociale. Gati, më brapa. Kam mësimi se. E kemi çuar shkresën dhe nuk na kanë kthyer përgjigje. Duhet të çojmë shkresë tjetër. Po në sa skalë u zhurë e sa vjetë. Këto janë Dhe shkë në Tiranë, kemi çuar shkretë. Nashke, ora dhe shtë. Ashtoja qendrore në Tiranë. Ata nuk ka lidhje me. Tani vetëm fjalë. Po, ata çojnë aty se kështu do t'ja çojnë ndryshe. Agjencia e Zhvillimit të Territorit, AZT-ja, ua çon ASHK-s qendrore dhe ASHK-ja qendrore pastaj është pjesë. Jo ashtu, si do çojmë. Ne s'kemi nuk edhe ata nuk e kanë. Është sistem, nuk është sistem, nuk ka të bëjmë letra, i shkuar letra dhe punuan ata, nuk punuan jot ata. Ka njerëz që kanë aplikuar këtu, duan Ne duam letra. shumë akoma. Eksperienca që kemi me qytetarët dhe ju Ladi jeni njëri nga ata që ka të bëjë me zbatimin e disa vendime të Këshillit të Ministrave që janë në shërbim qytetarëve. Për të marrë ata pasuri që i kanë shqitur dikur këshillat bashkiake. Dhe jemi shumë të interesuar të shërbejmë. Po, ama edhe ne kemi duart e lidhura, ja, jemi në këtë situatë. Të tjerë kanë Jo, ka BKM-ja 329 ka dalë në 2019. Nuk ka dalë ka 20 vjet, jo. Ka 20 vjet, jo. Ne të fundit, jo, e ke gabim, ky është një proces që ka filluar shumë shpejt. Ju e keni si për kë e ke fjalën? Po për to. Plani i përgjithshëm para një viti. Mimo ndaj ka pasur vështirësitë e veta. Mirë, po ishte të fundit. Edhe pra të fundit. Pra fundit vjetë. Se nuk do bëjmë diskutim me këta. Një herë. Jo, janë të diskutim. Po jo 20 herë për këtë pikë. Herë votim. Ajo pikë është akoma. Pro ka mbaruar. Po e kalojnë kohë të suse. Vini ato. To më ndas bërë. Arseni, undra ska. Kalojnë kohë. Kalojmë të pika 8, është të parim që nga dhe mos diskutojmë më tani. Ska nga në që të parim. Po s'ka logikë jo puta. Do punojnë tjetë, Herë mos dokumentat. më tani. Po bëjnë dokumentat tjetë. Pika 8 e renditës, përdonje titull deri. Harë.
kanë ardhur protesta nga shoqata dhe nga njësia administrative në ndërtepëren për dhënien e titullit funderit për 2 qytetarë, të cilët kanë dhënë kontributin në ndërtepëren e Tepërenit. Materiali është propozuar nga kryetari i Bashkisë Tepëren, ka shkuar tek Komisioni Këshillimor i vlerësimit figurave dhe titullit të nderit dhe u është vënë në dispozicion. Para se keni ndonjë gjë? Era naquele comisioni. Do mund të jetë shpjeguar gjithë materialin për 2 persona për titullin e qytetarit dhe Ardian Hanaj, materialin e fantisë shqiptare. Dhe pra, të dyja pas vdekjes, dhe menduam të kalojnë dhe votohet për të dy. Dhe kam një propozim si komision për Ardian Hanaj, i cili jo jetën e tij në kryet të detyrës, i propozojmë ne Këshilli i Tepërenit, Këshilli Bashkiak, i propozojmë Këshillit të qartë të Gjirokastrit për një dëshmor. Për dëshmor në nga qartë, vetëm nga qytetin e Bashkisë. Kemi të një adresojmë që Ja adresojmë Këshilli i Bashkisë ka të drejtë të propozojë edhe ja instanca të tjera Ka që më të gjonise. Keni një ligj dhe një rregullore. Ku të thotë aty që kush propozon dhe si propozon. Lexoni ligjin dhe rregullore dhe mos doni tani propozoj unë me që jam aprashi. Nuk ke drejti propozosh ti te Këshilli i Qarkut. Te Këshilli i Qarkut ka drejt. Antar te Këshilli i Qarkut, kryetari i Këshillit të Qarkut. Edhe këtu te qytetarët deri që kemi ne, do të thënë arta e ka se ka ligj përpara. Do të duhet të ketë disa kritere për qytetarët deri. Dhe nuk mund të bëjmë këto qytetarë deri sot me nesër. Ka një procedurë që duhet ta lënë komision, duhet verifikohet titull, duhet shikohet se mos ka marrë një titull më të lartë. Dhe nëse ka marrë një titull më të lartë nga qytetarë deri, nuk jepet qytetar deri, sepse s'ka logjik kjo punë. Po e ka marrë deri Qarku, s'mund t'ja vime deri qyteti, se s'ka vlerë. Lexoni ligjin dhe pastaj neve diskutojmë për to kush e propozon dhe si e propozon. Mos e ngri këtu tani ndërdi, ka kohë për ta bërë atë propozim, po do lexojmë ligjin dhe ta shkruajmë se kush e propozon këtë. Ne s'mund të bëjmë propozime kot me ja. E propozojmë ne këtu, shkruajmë në protokoll dhe pastaj do kërkojmë ne pse nuk është bërë kjo. Brenda hapësirës ligjore themi. Brenda hapësirës do lexojmë ligjin, do marrim ligjin para, do ta shikojmë se kush e propozon këtë dhe ku. Se s'mund të bëjmë në ty tani. Ti propozojnë Qarkut i propozojnë presidentin e kështu me radhë. Dakord? Kështu që ka ndonjë gjë tjetër. Për këtë, jo për gjë tjetër, për këtë, për qytetar deri, vazhdo. Jo, në lidhje me këtë propozoi zonja Amba, Këshilli i Bashkisë ka të drejtë propozojë dhe presidenti, po duke ndjekur instancat, themi ne këtu, duke ndjekur instancat propozojnë Qarkun. Megjithatë e drejta ekskluzive është që Këshilli i Bashkisë i propozon presidentin, sepse ai është një person që është vranë kryet dhe ushtarar. Po nuk është do lexojmë ligjin se si thotë dhe pastaj do veprojmë. Tani sot flasim për qytetar deri. Bëj vendime dhe pastaj të them. Jo, nuk ka vendime kështu neve. Tani ose nuk ka lejoj. Nuk është për do lexojmë ligjin dhe do flasim. Po jo sot. Sot si jemi mbledhur për atë punë. Do na nesër në vazhdim do ta shkojmë ligjin dhe do flasim. Tani dakord, po deri në unë e di ligjin se u ka propozuar kur kemi qenë ligjin
Ose di unë, do ta lexoj unë. Ose di unë, dakor. Tani, vjetin votim këtë për qytetar deri. Pro, absenim, kundra s'ka. Mirë ashtu. Po tani, debat, unë bëj debat, duha të bëj një propozim, kur të bëj kua. E vazhdo dhe një tjetër tani se të lutë, sa më shumë të asgjasi, ma një vazhdo si, një minutë marrë me të pikë pasaj. Unë e kam një Njësia administrative Lopës ka propozuar emërtimin e rrugës që orienton drejtimin nga rruga nacionale Tepelen Vlorë për fshatin Makasanaj. Është një segment i rrugës që ndodhet brenda njësisë administrative Lopës. Propozimi ka shkuar tek kryetari i bashkisë dhe ju është bërë propozimi nga ana e kryetarit. Në rast se keni ndonjë gjë, për propozimi është për emrin Naim Muhaj. Nga segmenti i rrugës do në kryetari dhe po pra se Dërëgjisi me Marijaj, rritet Këshilli Bashkiak, vendoseni tani shbitur qytetarë dhe do ta heqin. Këto rrugët kalojnë kaq kollaj, nuk e kuptoj kryetari i Këshillit se si merr këto vende. Kemi marrë, s'ka më një nuk i njohën, kemi marrë vendimin e komunitetit, se nga administratorit dhe gjithë komunitetin në atë zonë. E kemi marrë vendimin dhe pasaj është bërë vendim. Ja, po ti lere ka lexoj. Kërkesa është për Naim Muhaj në emërtimin e rrugës nga segmenti i rrugës nacionale në drejtim segmenti i rrugës nacionale Tepelen Vlorë për në drejtim të fshatit Makasanaj. Naim Muhaj ka lindur fshatin Makasanaj, u kaloi në vitin 27/19/1999. Ka kaluar vitet e fëmijërisë, ka kryer studimet e shkollës fillore dhe më pas ka kryer studimet e larta në Tiranë. Ka kryer detyrat e larta me nder e dignitet atje ku është emëruar dhe pse fati në disa momente nuk ishte në anën e tij. Mbas përfundimit të akademisë në vitet 70 është emëruar në funksionin e lartë të komandantit të Korpusit Tiranës, ndërsa më vonë në kuadër të restrukturimit të ushtrisë si komandanti i divizionit të Lushnjës në mesin e viteve 80. Në mesin e viteve 80 e gjejmë pranga në duar dhe mes torturave në qelitë e bujeve. E dënojnë 15 vite në burg si sabotatori fortifikimit të ishullit Sazanit për agitacion kundër udhëheqësve të lartë të partisë. Në një kohë që për fortifikimin të ishullit, ai kishte marrë vlerësime nga autoritetet më të larta të shtetit në atë kohë. Komandant Naimi, siç e përishnin me respekt nga do, nuk u gjynësua sepse me vete kishte të vërtetën në gjegjen e pastër, familjen e shkëlqyerësit dhe të afërmit, duke i përballuar burrërisht vuajtjet, traumat dhe pasojat e pallogaritshme. Këtë kalvar dhimbjesh e përjetuan bashkëshortja vajzat, nipat dhe besat. Qëndroi si dosjot dhe fitoi pafajësinë në të gjitha shkallët përfshi gjykatën e lartë të Republikës së Shqipërisë. Ai ishte një shqiptare dhe nuk kërkonte dëshpërbim. Dëshpërblimi më i madh për to ishte pafajësia. Pas marrjes së pafajësisë në vitet e para të demokracisë, rikthehet në Ministrinë e Mbrojtjes me gradën kolonel. Përkushtrimi dhe kontributet e tij janë të mëdha dhe në periudhën postkomuniste në reformimin e ushtrisë për përmbushjen e misionit. Ka dhënë kontribute të mëdha në krijimin e shoqërisë statutare të Sazanit, si dhe në organizimin e drejtimit në shoqatës Alianca e Kushtarave të Shqipërisë. Naimi ka mbajtur virtute, vlera humane dhe kontribute të veçanta. Për kontributet në kuadrin e devotshëm, një familjar shëmbor dhe demokraci vërtet, kam artikullin qytetar në deri nga Bashkia Tepelen dhe milioja e qytetit nga Bashkia Vlorë. Nga i propozohet e mërtimi rrugë. Ka në gjë për të shtuar këtu?
Jo, jeni në votë. Pro. Këtë janë do kërpore. Abstenim, kundra, ska. Atere, kalojmë të pika 10 e relivitës. Raportim nga dëshorës të rritë rural, i kontrolës të rësushmëri e kërkesat të caktura në montrarë dhe kjeratë, përdonje në përdorim të fondit kryore filosofë të mbirë, si dhe përdorim të tokës bujësore për kontrata e lidhura me afat të gjatë, së bashku me raportimin në gjendjen e tyre, gjithashtu paraqitet informacion mbi veprimtarinë në sektorin e bujqësisë duke përfshirë sistemin dhe investimet në kanalet punuese dhe valditëse, gjendja e tyre, asistencën teknike ndaj fermerëve, si dhe arritjet, sfidat dhe problematikat e hasura në këtë sektor. Nuo informacion lidhje me rezultatat e qerave, nga titara e subjektet, para subjektet që kanë diskutuar në rezultimin e kontratës së qerave. Stabilat tjetër është për subjektet që nuk e kanë zbatuar akoma kontratën e qerave, dhe tabela e subjektet që zgjidhen kontratën e qerave. Do të kërë ka shumë ndryshimi për me ekonomi që në muajin kusht, që në njërtimet e para në muajin kusht subjekteve është një atat për të sezon që ishte përmbjellje, ata që në këto për përmbjellje, ata që nuk ishte në për kontratën, ata që këtë zotimi të tajnë të biznesit. Dhe tyre që kanë pasur problem me pagesat që të një të njëkohësisht nga muajt e parë në të një muajin e kemi pasur dhe rëtitin të zgarë të shtetit, dhe këto kontrata këtë në objekt të oficini, në konsultim dhe në raporti në kontrolit. Këtë që kemi pasur për problematika të zgjidhjen e kontratave, të nëse zgjidhjen e kontratave të një anshme. Zgjidhjen e një rast ne jemi në proces gjyqësor. Për zgjidhur kontratat pas nuk është zbatuar kontrata e qerave, është bërë zgjidhje e një anshme dhe ne konisht jemi në proces gjyqësor. Atë i kemi njoftuar subjektet dhe nuk paraqiten për ata që zbatojnë kontratës të jo të zgjidhen. Nga pjesa e afatit kemi pasur për zbatimin e kontratës. Këtë muaj kemi filluar kontrollin general, kontratët e qerave, dhe do të vazhdojmë me njoftimet për të që kemi zbatuar dhe pas këtij afati, njoftimet për zgjidhjen e kontratës. Për debitorët që kanë pak më shumë se një vit, që mund të kenë viti të fundit për përbotuar dhe një afat, ata që kanë më shumë se një vit, ata që nuk kanë zbatuar kontratat e qerave, do të vetë njoftimi për zgjidhjen e kontratës. Kontratën e patriatëve, në kash kontratën e patriatëve, do të të në djetë ose të prezidjet. Po. Në e mjë dherë në një të shdo kështinë. Okej, jemi shumë dakord të zbatojmë këto procedurat e njoftimit edhe të ndërpritet kontratat për gjithë ata që nuk i zbatojnë. Kemi shumë e mësë, ke shumë. E kemi mësuar të shumë herë. Kemi vëra simetri. Kemi dhe në fatë që të ligjit e një sezon bjeve, ka ligjit e procedurën të bjeve. Ata e kanë marrë të 20 vjetë e kanë. Jo, ata që kanë të A i shpëlligja do të 20 vjetë. Po të kemë në një viti verifikuar e një për një vjetë. Se nuk ka një vite tyre do të ja, i ka 20 vjetë. 20 vjetë për mua ka përshkej. Nuk kemi me 20 vjetë janë tjilë, ato që ka që nga ishë komunat, ato nuk kanë... Se janë në shtetit ato? Jo, ata që janë ditur në përveçën e ishë komunat, ato që janë tjilë të kontratët, të tjera të janë Të batuar. ushtrohet kontroll dhe të shikohet dhe në të me Për përpërlikës vjetë, ato tjera të kontratët që janë taksa që nuk kalen shumë i investime. Atëre, në vazhdimësinë do kërkojmë në Zini për verifikimin e këtyre mund të dhe në një komision që mund të mbledhë dhe antar të Këshillit për të verifikuar të gjitha tokat dhënie me qira kush nuk ka zbatuar plan biznesi
të prishet kontratës. Erdhi në votim këtë. Dhe s'ka nevojë që është raportim, s'ka nevojë për raportim, s'ka nevojë për votim, se është raportim në drejtoria. Atëre, çështje të tjera nuk kemi. Kryetar, kemi çështje të tjera. Tani, për problemin e parkingeve në Tepelen është problemi madh. Tani, çështje të tjera. Urdo tani, ka ardhur gjoba. Unë jam antar këshillit. Ku tani makinën zotë tani? Bashkia nuk pëqas. Bashkia nuk pëqas. I kriu sot. Si qas. Por jam antar këshillit do të fut makinën e parkingit të bashkisë. Pse? Pse mos vetë apo? Ka bashkia parking. Jo ka, pse? Oladi, çështje tjera nuk ka këtu, s'ke fizi, nuk i vendos ti çështje tjera, i vendos çfarë kemi ne këtu. Ti atë për një hallin tënd personal, hapë debatën në Bereqi. Ore, o zotri, mos më nxirr mua jashtë, mos më dhimbë jashtë rendit të ditës, lutem shumë. Tani vazhdojmë me pikën 12 rendit të ditës. Pika 12. Ore, Oladi. Pika 12, trajtimi kërkesave qytetarëve, që ka problemat i letë. Ora 20. Ora grossi sono quelli che sono. Një degur një... Se bëri zhurmusit. Kërkes, unë i nënshkruarit Selam Muedin Sheu, banor i fshatit Livic, kërkoj rrugkalimi për në banesën time, sepse rruga ku unë kaloj, aktualisht është vetëm për rrugë këmsore. Në rregull se këtë kërkesë me Selamit janë deleguar bashkisë të verifikoj po mirë sa të gjëjë. Verifikone bashkisë do hape se ne s'kemi kërkesë tjetër. Drejtuar bashkisë Tepelen, unë banor i fshatit Gëmblan, njësia administrative e Lopës, e bëj këtë kërkesë, mbasi kam ngritur shtëpi në lagjen Mehmetaj, mbas kufizojmë me tokë me pronë bashkisë, duke mos pasur konflikt me banor tjerë. Kërkoj një sipërfaqe rreth kërkon tokë. Po ne nuk japim tokë. Orbe shumë shkurt nuk është pilani se për bashkë, kalmeja. Jo, shkurta do t'i lexojmë. Do të lexojmë se çfarë kërkesë bën. Se qofse nuk e dim se çfarë kërkesë bëjmë. Ja, po them unë, ai do shtesë tek banesa se s'ka asnjë. E lexoj, mas ka nevojë të futesh ti. Po, kemi të lexoj këto kërkesa. Kërkesë. Unë i shkruani Muhamet Xhebro Beliqov. E ky kërkon një rrugë aty dhe toka e tia, por të ja të legojmë me këtë bashkisë. Është një kërkesë e Mustafa Kokës, kërkon që të hap një derë emergjence të biznesi që ka. Dhe këtuja dhe në bashkisë të ta shikoj të kërkesën e tia. Kërkesë tjetër, ka mund si të më një. Kjo është një kërkesë e organizatën të dëshmorë të lanqit. Kjo kërkesë është për buzë. Ka ardhë është edhe fletë që vjen, përgjigje nuk kemi këtyre, që për buzëte e ke është bërë me vendim këshilli këtu që duhet të kjetë për në kinë. Nuk ka rëndësi vëndi kuore, nuk ka rëndësi vëndi kuore, ka rëndësi vendimet që keni marrë juve ne së mund i shkeli. Keni votuar. Duhet kitu, mos e bëje vendim o zojnë vend votoj kundra. Lumë ata që ishin para i mirë. Ore, ti moj ti. O do kundra do votoj, çfarë? Ne që bëjmë, ne kemi vendime që i kemi bërë dhe i kemi që... Nuk u mora vendimin ka zë njerë për gjio për këtër, duhet të ketë titulli më të lartë shetror, ti bëj kërkesë presidentit,
të bëhet heroj popullit apo nderi kombit edhe pastaj Më të rëti, edhe se si ke përne, si ke kaluar me vazhdojmë poshtë. Vazhdojmë poshtë. Ja delegojmë bashkisë të merret me këtë punë, s'ke marrë për marrë vendime tani. Ja ty edhe mos fol. Vazhdo. Kërkesë. Familja e dëshmorë po për të njëjtin. Rrjedh kërkesa për të njëjtën punë. Vazhdojmë poshtë kërkesë, drejtuar bashkisë të Pelen, Këshilli Bashkiak, unë në shtuari Enea Miqi, banues të Pelen, kërkoj ndihmë financiare nga bashkia dhe Këshilli Bashkiak, pasi më janë dëmtuar 27 poshere mblete. Edhe këtë kërkesë për ndihmë financiare ja delegojmë bashkisë. Vazhdojmë poshtë kërkesë. Për vjetin e Këshillit Bashkiak, kërkesë unë i shkruari Osman Çulli, paraqes këtë kërkesë për të marrë në shqyrtim kalimin në prodhësi të 4 parcelave. Dhe këtë po ja delegojmë bashkisë se ne nuk japim as toka, edhe për tokat në qira që i jepet, ne japim si territor, si përfaqe. Pastaj në parim. Në parim. Leje. Japim leje bashkisë. Në parim jo jepja financiare. Leje. Bashkia jep tokat e qira. Po edhe në prosi nuk japim neve. Tuqet neve bashkia dhe i krede përgjigja të zotërisë. Kemi dhe një kërkesë tjetër, është Hysen Ismaili. Unë i shkruari Hysen Ismaili, banë në qytetin e Tepelenës, kërkoj nga bashkia e Këshillit Bashkiak, se s'ka mundësi financiare, sepse jemi të tërpakur dhe në kushte të vështira për të përballuar jetesën. Kërkon ndihmë financiare e Hysen Ismaili, se është pakun dhe janë në vështirësi financiare. Edhe këtë kërkesë ja delegojmë bashkisë që të merret me këtë punë. Kemi dhe një këtij përgjigje. Kërkesa që kanë ardhur, si ajo. Në lidhje me kërkesën për sa i përket rrugës mësore, këtij përgjigje është për një rrugë mësore që ky Kaso Lezi, kërkesa i Mere Lezi dhe Kaso Lezi, që ka kërkuar të rrugës. Ka vajtë grupi punës dhe ka kjo përgjigje për ti qytetar që ka kërkuar për hapjen e rrugës. Kur do merre dhe këtë. Atëre ju falenderoj për e që më të e mbyllë.